Nesër do të mbajt një tryezë gjyqtari dhe media, një qasje re në marrëdhëniet me publikun. Për diskutuar për këtë temë, por edhe pak më gjërë, me mua në studio është Mark Baks, është gjyqtar për gjykatës së Limburgut në Holland. Mirë se erdhët në studion Ora News. Thank you. Zoti Baks, ju jeni një ndër referuesit kryesor në këtë tryezë që do të mbahet nesër. Cili është qëllimi i kësaj tryeze dhe cilat janë, le të themi, ato pikat kryesore në cilat ju do të bazoni për të shtjelluar një temë që, le të themi, është jo shumë e njohur në vendin tonë? No, I'm here in Albania to talk about the way the Dutch judiciary rises to the challenge of obtaining and maintaining court transparency. And I'm also here to tell why it's important to have court transparency. Dhe cili është qëllimi, pra, cila është, le të themi, ajo që ju kërkoni të arini me këtë tryezë që do të mbani në vendin tonë, dhe çfarë prisni të ndodhë pas kësaj? Prisni që dhe të kemi dhe ne, le të themi, një qasje vendynë, si që ka Holanda? A është një model Holanda për ta ndjekur nga vendi ynë? No, I don't say we have the wisdom and that Albania should follow the Netherlands. Shqipëria duhet të ndjekë shembullin e Hollandës, por unë jam këtu për të dhënë një shembull dhe për të theksuar dhe për të paraqitur mënyrën se si Holanda e trajton këtë çështje. Dhe pse është e rëndësishme në bazë të sistemit gjyqësor të Hollandës për të pasur transparencë të gjyqësorit. Sa informuar ndërkohë jeni ju për situatën në Shqipëri, qoftë edhe për raportin mes sistemit të drejtësisë dhe medias? Not at all, I can tell you. Cila është përshtypja e parë që krijuat, le të themi? I arrived Saturday night, very late, and I was here only Kam qenë në Shqipëri për një periudhë shumë të shkurtër kohe. Dhe mendoj që këto janë kohë sfiduese për gjyqësorin shqiptar. Çfarë sugjeroni ju vendit tonë, le të themi, dhe çfarë do të bëni dhe nesër në këtë tryezë për të krijuar një raport mes gjyqtarit dhe medias? Le të themi që nuk është një raport shumë i njohur në vendin tonë dhe për këtë, le ta themi hapur, është, le të themi, pak fajtore politika. Ju kërkoj gjithë shikuesët na mirë kuptojnë, sepse kemi dhe përkthimin në këtë momente për zotin Mark, po? Yes. Well, as I said, I'm here to unë jam këtu për të theksuar dhe për të paraqitur rastin holandez, modelin holandez dhe për të shpjeguar, argumentuar pse në Holland është shumë e rëndësishme për ne që të kemi transparencë të gjykatave. Është një parim i përgjithshëm që zbatohet, mendoj, dhe që duhet të zbatohet në të gjithë sistemet gjyqësore në të gjithë botën. Si që thash, unë nuk jam këtu për t'i thënë shqiptarëve, gjyqtarëve shqiptarë, që ata duhet të bëjnë njësoj, duhet të bëjnë të njëjtin gjë që dhe ne bëjmë, por për të dhënë atyre modeleve mundësi se si ata mund. E cilat janë këto modele? Çfarë duhet të bërë për këtë? Dhe le të themi, a mbetet kjo një sfidë edhe për vendet europiane? Krijimi një raportit mes medias dhe sistemit të drejtësisë? Media, the courts and media gjithmonë duhet të ndërtoni dhe të ruani marrëdhëniet me median. Mendoj që është një sfidë e vazhdueshme edhe për sistemin gjyqësor holandez. Ne kemi ndërtuar marrëdhëniet me median, me gazetarët në 40 vitet e kaluara dhe ne ende po ndërtojmë këto marrëdhënie dhe po i ruajmë këto marrëdhënie. Why is it so important? Pse është kaq e rëndësishme? Justice must be done. Sepse drejtësia duhet të jepet, por edhe duhet të shihet që ajo po jepet. Dhe duhet të kuptohet nga publiku se si ajo realizohet. Prandaj shkrimtari anglez G.B. Morgan ka thënë që drejtësia jo vetëm duhet të shihet, por duhet të shihet që besohet si e tillë. Dhe në këtë drejtim, nëse ju
the Dutch point of view. Ky këndvështrimi holandez nëse doni që publiku të ketë besim tek gjyqësori, në radhë të parë publiku duhet të kuptojë gjyqësorin. Dhe kjo është e mundur vetëm nëse publiku do të jetë në gjendje që të kuptojë. Dhe kjo realizohet nëse ata do të kenë mundësi që të shohin gjyqësorin. Duke parë atë, dhe në këtë mënyrë ata mund të kuptojnë se çfarë po ndodh, nëse do të marrin informacion se çfarë po ndodh brenda gjyqësorit, nëse ka informacion të mjaftueshëm se si funksionon ligji. Dhe këto janë aspekte dhe në të cilat nëse ju punoni në këto aspekte, mendoj se në këtë moment publiku dhe do t'ju besojë si gjyqtar dhe do të besojë gjyqësorin. Dhe a është kjo një sfidë edhe për vendet europiane, për post vendeve në zhvillim, siç është vendi ynë dhe siç janë vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht të cilat përballen ose le të themi janë në zhvillim e sipër? I'm not first on the situation in other European countries, nor in the Balkan countries, but si ekspert, duat të them që flisni si ekspert në bazë të njohurive që ju keni. According to the knowledge, information that you have, not under the authority that you represent, but like I said, I'm not particularly versed on the situation in other countries. Shumë ekspert le themi për situatën në vende të tjera, por nga kontaktet e mia informale që kam me gjyqtarë të tjerë nga vendet e Europës është gjithmonë një proces në vazhdim. Ju gjithmonë duhet të investoni, të vazhdoni të investoni në marrëdhëniet, ju si gjyqtar në marrëdhëniet me median. Gjithmonë duhet të investoni në këtë marrëdhënie. Sa rol ka media në transparencën e gjyqësorit dhe le të themi pse kjo marrëdhënie nuk është e ndërtuar a priori, pse ka ngërçe, pse mbetet ende sfidë në përgjithësi? We assume in the Netherlands that the trust Ne in the prezumojmë në Holland judiciary që besimi tek gjyqësori bazohet shumë në mënyrën se si gjyqësori perceptohet nga publiku nëpërmjet medias. Dhe kjo do të thotë që është shumë e rëndësishme që kanalet e komunikimit ndërmjet gjyqësorit dhe medias të jenë të pastër, të jenë të hapur, të jenë transparent. Nëse media will get from the judiciary do të marrë nga gjyqësori informacionin e saktë, atëherë ju si gjyqtar mund të vendosni median në një pozitë që ajo të raportoj në mënyrë të saktë sa i takon fakteve për çështje gjyqësore apo për vendime gjyqësore. Zyra shtypit nuk është një zyrë informacioni në një gjykatë dhe një gazetar këtë realizon vetëm nëpërmjet burimeve të tij. Nuk e di nëse ju jeni informuar për situatën në Shqipëri, megjithatë më lejoni t'ju them që me reformën drejtësi prokurori nuk do të ketë këshilltar për mediat, por do të ketë le të themi një këshilltar që do të bëjë edhe ndër të tjera do të mbuloj mediat. Cila është mënyra që me reformën në drejtësi të kemi një raport ndryshe? Se kjo është edhe ajo që ju thoni që duhet realizohet, por që edhe në fakt duhet realizuar. I think because of the workload. Unë mendoj se për shkak të ngarkesës që me të cilën unë përballem edhe personalisht si gjyqtar, do të isha shumë i palumtur nëse do të isha i vetmi gjyqtar i shtypit në gjykatën time. Të paktën duhet të jenë dy gjyqtarë të shtypit, sepse dikush mund të mungojë nga ne, mund të jetë në pushime apo të ketë arsye të tjera. Mendoj se duhet të ketë zëdhënës të ndryshëm për çështje të ndryshme. Pra, gjyqtari i shtypit në Holland është ai që jep informacion për çështje të veçanta të posaçme gjyqësore. Nëse kalon përtej kësaj fushe, atëherë ne në Holland përfaqësimi bëhet nëpërmjet të kryetarit të gjykatës, kur janë çështje që kanë të bëjnë me gjyqësorin apo me buxhetin apo me ngarkesën e gjyqësorit, atëherë është drejtuesi i këshillit të gjyqësorit që mbulon informacionin për këtë çështje. Pra nuk mendoj se të gjitha çështjet
e mundshme që ka lidhje me gjyqësorin, duhet që të presim që t'i mbuloj dhe t'u jap përgjigje vetëm një person i vetëm që është gjyqtari i shtypit. Pyetje të ndryshme që mund të ketë pra media. Media në Shqipëri ka kaluar procese të rëndësishme siç është marrëveshja e stabilizim, asociimi dhe antarësimi në NATO. Por ju si shtetas holandez kjo mund të tingëllojë dhe pak e çuditshme, por media shqiptare informacionin për këto dy procese të rëndësishme e kanë marrë nëpërmjet lidhjeve ose burimeve nga Brukseli, por jo nga zyrat e shqiptare, pra nga burimet e qeverisë shqiptare. A mund të ndodhë kjo edhe me zbatimin e reformës në drejtësi? Le themi që ju besoj jeni informuar që reforma në drejtësi është ajo që do të sjellë edhe ndryshimin e madh të sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Është një ktesë shumë e madhe që ne kemi shënuar të paktën momentalisht në dokumenta, por që po nis të zbatohet. I haven't read and studied the papers on the judicial reform, dokumentet për reformën e drejtësisë, por nuk mund të komentoj për këtë. Dhe jam një gjyqtar shtypi holandez që jam këtu për të folur për transparencën e gjykatave dhe këta janë çështje politike për të cilat. Ndërkohë sa i përket korrupsionit, a është korrupsioni një çështje e cila është, le të themi, e prekshme në Holandë dhe që, le të themi, në vendet e tjera mund të ndikoj në mos vendosjen e një marrëdhënie mes medias dhe gjyqësorit? Në të gjitha vendet, le të themi, korrupsioni si një fenomen negativ, a është një ndër arsyet që pengon vendosjen e marrëdhënies së gjyqësorit me mediat? Corruption, nepotism, korrupsioni, nepotizmi are so far beyond my framework of reference as a Dutch judge that I can't even begin to think about those cases. We don't have corruption in the Netherlands, but it simply occurs so few times that we are not how do you say, I'm looking for the word, that we're not now let me put it another way. Mund ta them në një mënyrë tjetër. Ne nuk mund të imagjinojmë se çfarë do të bënim nëse do të kishim. We have certain cases sigurisht ne kemi disa raste të caktuara që ne mund të përdorim, por është an everyday nuk është diçka, le të themi, diçka e zakonshme apo nuk është një gjë e përditshme apo e përjapshme apo e përvitshme, le të themi. Është diçka pothuajse jo ekzistuese në Holland. Kjo është ajo që mund të them nga përvoja ime. Ky është një realitet shumë i mirë në Holland, por nuk është në vendin tonë. Megjithatë, çfarë u sugjeroni mediave që të kenë kontributin e tyre ose që të arrijnë të kenë kontribut në transparencën e gjyqësorit? Çfarë duhet bëjnë vetë mediat? Se ndonjëherë ndodh që mund të ketë një tërheqje për shkak të një sistemi të tërësishëm të një vendi, siç është në vendin tonë. Mund të kërkojë një zyrë informacioni pranë gjykatave. Çfarë duhet të bëjnë mediat pra për të pasur akses në informacion të drejtë dhe për të shërbyer kështu edhe transparencës së një sistemi gjyqësor? I think that the question should be what can the media Mendoj se pyetja do të jetë se çfarë mund të bëjë media për të forcuar besimin e publikut ndaj gjyqësorit. Dhe si gjyqtar, unë përfaqësoj qytetarët dhe për çfarë ka nevojë qytetarët? Qytetarët kanë nevojë që të krijojnë opinionin e tyre dhe është e drejtë që ata ta krijojnë opinionin e tyre bazuar në informacione të sakta. Pra është, le të themi, roli në dorën dhe roli i medias që të përcjellë qytetarëve informacione të sakta që të jenë të drejta dhe të qarta në raportimet e tyre. Dhe jo vetëm të veprojnë, por edhe të kërkojnë për reagime. Dhe këto janë të gjitha këto që vlejnë për çdo gazetar. A janë mediat holandeze të kënaqura nga sistemi i drejtësisë? A janë të kënaqura me raportin që kanë mediat holandeze me gjyqësorin në vend? Sepse kjo na bën, më fal, kjo na bën të kuptojmë edhe se si funksionon vendin tuaj për të pasur edhe një model pse jo në vendin tonë. Ja.
Every few months, about twice a year, we meet with journalists ne on takohemi a me formal basis, gazetarët në një and bazë we discuss jo how's formale our dhe relation, diskutojmë what se can we si do është to marrëdhënia improve jonë, it, çfarë what mund bëjmë went ne për wrong ta the past përmirësuar few marrëdhënien months, tonë, what went good the dhe past çfarë few ka months, shkuar mirë në what do 6 you muajt e need as kaluar, journalists, çfarë what shkoi do keq we dhe need për çfarë as keni ju judges nevojë from you, si gazetarë can dhe we për help çfarë each kemi other? në nevojë për si And gjyqtar, në mënyrë që ne të perhaps ndihmojmë that's njëri also tjetrin. Dhe ndoshta kjo është gjithashtu e rëndësishme a good thing for Albanian judiciary për Shqipërinë dhe për gjyqësorin e Shqipërisë. Invest on the relationship with the Të media. investojë në The marrëdhëniet relationship is që good, ai ka me it median, helps to trust sepse kjo marrëdhënie the journalists, është e dobishme për të rritur besimin again, ndaj helps to, gjyqësorit, give e better cila nga ana information tjetër and to get pastaj better reports siguron on informacione what you më do të as a mira judge. dhe Sa varet kjo marrëdhënie ana e nga, medias? le të themi, nga vetë gjyqësori? A duhet që një gjyqësor të jetë pikë së pari ai transparent dhe më pas të jetë media ajo që thjesht bën raportimin e kësaj transparence, apo media vërtet duhet ketë një rol më insistues? Për ta sqaruar mbase sepse ky mund të jetë një realitet i vështirë për ju zoti Mark, por ka realitete në të cilat media nuk bën dot më shumë se kaq. Media mund të jetë pasive për shkak se kaq i lejohet, për shkak se aksesi nuk mund të jetë më i madh se kaq. Kështu që a është kjo një marrëdhënie e varur nga të dyja palët? Yes. Yes. I can't give you the recipe which I say do this and then they do that and then they do this. No, it's a tango and you është një have tango to have dhe two të dyja to tango. palët duhem dy për And të it's përsyrë also a tango. process of Dhe është trial një and proces error. Does it work? edhe No, i eksperimentimit let's apo i try something testimeve. else. Pra kjo gjë nuk But funksionon, always le të bëjmë should diçka tjetër, the të provojmë diçka guideline be tjetër. court Por gjithmonë transparency. ky Cila proces është duhet të këshilla e udhëhiqet në fundit që ju transparencë. do t'ju jepni mediave, sepse ne këtu kemi përfunduar dhe dua një përmbyllje të fjalës tuaj, le të themi, mediave dhe sistemit të drejtësisë gjithashtu. Be courageous. Jeni kurajoz. Është e lehtë kjo? Yes. No, it's not easy. Nuk është e lehtë. That's the fact. You have to be Është fakt. Assertive. You have to be Duhet jeni të transparent. vendosur, And duhet jeni that transparent. takes courage Dhe kjo from the kërkon judges, guxim but nga you gjyqtarët, also must be able and to find the questions and to ask the questions media and to duhet get të the jetë në answers. gjendje që të gjej pyetjet duhura, të bëj pyetjet e duhura dhe të jetë këmbgulës. Dhe pra dhe gazetarët duhet të jenë Falenderoj që ishit në kurajos. studio. I thank you very much for being in at your service.